cila në thelbin e vet ka fushatën për njohjen e shtetit Kosovës, pikës së cilës asaj marrëveshje në Shtëpinë e Bardhë përmjet kryeministit Kosovës Abdullah Hoti dhe Aleksandar Vučić ishte edhe njohja nga shteti i Izraelit, por dhe njohja reciproke. Pra, në momentin kur Donald Trump i rikthehet dhe konsideron sukses marrëveshjen dhe nënshkrimin e Shtëpinë e Bardhë, rifreskon dhe një herë kërkesën për njohje reciproke, pra për njohje nga Serbia e shtetit Kosovës, por edhe një fushat për të njohur nga gjithë bota përsëri shteti Kosovës. Sigurisht që ai e përdor për një interes tjetër, edhe për treguar që aktualisht agenda e Shtetit Bashkuar të Amerikës ka interesa të tjera. Së treti, ka vlerën e vet sepse e konsideron një konflikt i cili nuk mund të rihapet, pra e konsideron një paqe të konsolidueshme, pra na heq ne atë frikën që mund të rikthehet një konflikt ushtarak apo një luftë e mundshme në veri të Kosovës. Ka vlerën e vet sepse presidenti Trump e përdor në një moment kur vëmendja e gjithë planetit është në Washington, por nga ana tjetër zërat poshtë presidentit Shtetit Bashkuar të Amerikës kanë konfirmuar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do kenë më atë vëmendje në Ballkan, apo nuk do kenë më atë ndërhyrje, nuk do kenë më rolin e protektorit, e mbrojtësit, e avokatit, apo arbitrit për të zgjidhur konflikte. Ish ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe diplomati më i vjetër amerikan në Ballkan, Christopher Hill, i cili ishte dhe ambasador në Beograd, konfirmoi që tashmë shtetet e Ballkanit nuk mund të ankohen në Amerikë apo në Perëndim për fqinjet e tyre, duhet të zgjidhin konfliktet Prishtina me Beogradin vet, duhet gjejnë ata agjendën dhe zgjidhjen e konfliktit. Kjo është një shenjë negative sepse kam një skepticizëm timin që edhe pjesa shqiptare është ende e papërgatitur, është një turp i madh për gjithë kombin shqiptar dhe veçanërisht për popullin shqiptar të Kosovës që një tuf politikanësh të papërgjegjshëm ta lënë 5 muaj pa shtet, 5 muaj pa parlament, 5 muaj pa kuvendin në cilën hidhen themelet e gjithë institucioneve të Kosovës, vetëm për një grua, për një kapriço nuk funksionon shteti. Dhe në rastin më të mirë kemi të bëjmë me idiot politik dhe në rastin më të keq kemi të bëjmë me spion të Beogradit. Nëse do të pyesje, do të përsërisnin vargjet e fishtës se si është Kosova sot, përgjigjja do të ishte ashtu siç e don Asmi ose ashtu siç e don Shkeha Vështia. Nuk ka më rënd, domethënë se edhe vetë Vučići po ta kishte shkruar këtë skenar, nuk do ta bonte, nuk dua këtu të përmend emrave të vendos fajtorët se kush janë, por ata që ndrojnë shumë larg sakrificës të atyre që krijuan dhe hodhën themelet e shtetit Kosovës, e Republikës Kosovës. Mos harrojmë në regjimin e Beogradit, ata mblodhën kuvendin e Kosovës në 2 korrik jashtë zyrave në fundrën e policisë, duke u përplasur, duke u arrestuar, duke u dhunuar dhe nuk hoqën dorë nga mbledhja e kuvendit, sepse kuvendi është baza e shtetit. Pa një kuvend nuk mund të funksionojë qeveria. Unë habitem si presidentja e Kosovës ende nuk ndërhyjnë, si gjykata kushtetuese nuk e zgjidh këtë konflikt. Kosova nëse nuk ka vullnet politik, atëherë duhet të funksionojnë mjetet kushtetuese për të gjetur një zgjidhje, sepse është e papranueshme që mbledhja dhe urrëtia e shqiptarëve ndaj njëri tjetrit po kalon dhe kufit e urrëties ndaj serbëve. Është e papranueshme që shqiptarët, qeveri, opozitë apo partitë atje të jenë më kundërshtare dhe më armike se sa me serbët. Kam përshtypjen që urrëtia ushqehet aq shumë sa ka kaluar çdo limit, janë gatshëm të vënë minat ta hedhin erë shtetin e tyre, të sapo krijuar dhe shumë të brisht, vetëm për shkak të egos politike, e cila është e dukshme që nuk është vetëm për Albuena. Nuk është për Albuenën dhe për një grua, po është thjesht për të vendosur një diktat politik. Duhet kemi parasysh që këtu në Shqipëri, partia e parë ka marrë 84 vota dhe kontestohet që
nuk mund të jetë arbitrare, ndonë se ka gati 2/3 e parlamentit, ka një shumicë absolute. Në Kosovë ka 9-50%, është 43% partia e parë, dhe dukshëm nuk është shumit. Shumit je partia e parë, por nuk je shumit. Dhe për sa kohë nuk je shumit,